të ndërtimit, lejeve të ndërtimit, pranë Agjencisë Shtetërore të Kadastrës dhe njoftimit të dhomës kombëtare të notarisë. Kjo është një tjetër mas për të garantuar që kush blen apartament është apo dyqan është i sigurt që po blen një pronë të regjistruar dhe të regjistrueshme, nuk po blen një pronë që s'do ta regjistroj dot kurrë ose do presim me vite se duhet pastaj të kalojë në proces legalizimi, ndërkohë që ndërtuesi ka ikur në drejtim paditur. Siç ka ndodhur për fat keq shpesh herë. Dhe noteri do të hyjë në mes në mënyrë që ta garantojë këtë proces. Ka një tjetër parashikim të rëndësishëm detyrues për lejen e ndërtimit për objektet rezidenciale që duhet patjetër të përfshin hapësirën për fëmijët. Dhe kur them duhet përfshin hapësirën për fëmijët, nuk kam parasysh një baçe 5 metra katror në 5 metra katror me një kolovajse. Kam parasysh hapësirë të brendshme për fëmijët. Po ashtu kemi parashikuar rregulla shumë të qarta për konfiskimin për interes publik apo për strehim social. Dhe çdo ndërtim që do të shkel lejen në masën mbi 2%, 2% që konsiderohet në praktikën ndërkombëtare si një masë e rësyeshme ndryshimesh gjatë procesit të ndërtimit, do të konfiskohet për interes publik apo për strehim social. Dhe nga ana tjetër kemi bërë dhe një dallim që deri në masën 10%, pra midis 2 dhe 10, konfiskohet vetëm ajo shtesë. Edhe përdoret ajo sipërfaqe, qoftë për t'i dhënë të pastreve, apo qoftë për zyra për shtetin. Mbi masën 10% konfiskohet totalisht ndërtimi. Ky ishte një tjetër blok i risive. Dhe ky blok pastaj vazhdon me disa problematika të tjera që janë punimet e filluara dhe të papërfunduara, për cilat ka përfunduar afati i lejes ndërtimit për më shumë se 5 vjetësh. Kemi parë në për qytetet ndryshme, një godin atje, rri atje në mes qytetit, edhe bëhet edhe si vend me probleme. Kështu që të gjitha këto, sipas këtij akti ligjor, do prishen, do konfiskohen, apo do të vendosen procedura për t'i përfunduar në rast se do shfaqet dikush që i ka lënë në atë gjendje dhe që do të sjellë garanci që mund t'i përfundojë. Por kryesisht do të është përcaktuar me vendim të Këshillit të Ministrave e gjithë procedura se si zhvillohet ky proces. Muret rrethuese janë një problematikë në vete në këtë Republikë. Dhe akti që kemi kaluar përcakton se
muret rrethuse do duhet t'i nështrohen rregullave tip, modeleve tip. Nuk mund t'jetë dot Shqipëria Evropiane një vend ku muret rrethuse janë tërësisht pa asnjë lloj sensi të zhvillimit të përbashkët urban të një lagje apo të një zone apo të një rrugice apo një rrugë. Dhe pa diskutim që siç merret leja për ndërtimin, merret leja dhe për muret rrethus. Muret rrethuse pa leje do duhet t'i nështrohen korrigjimit, pra do duhet të adaptohen sipas modeleve tip që do t'i vënë në dispozicion bashkit për të mos krijuar as burokraci dhe patjetër që kudo ku janë ndërtuar në godinat për qëllim fitimi, se ka muret rrethuse shtëpish të cilat për cilat natyrisht procedura do të jetë mirë kuptuese edhe do t'i jepet kohë që ti adaptojnë si duhet, kurse çdo mur rrethus i bërë në për rezorte, në për pallate, në për godina për qëllim fitimi do prishet. I bërë pa leje, kuptohet. Do prishet, do shëmbet. Dhe për çdo mur duhet marrë leje, sepse muret e keni parë vetë, me siguri edhe ku keni shkuar në pushime, sidomos në jugun e vendit, që ato muret kanë tendencë të glabërojnë tresherekun e trotuarit dhe pastaj janë ato trotuaret minimaliste që jo nuk hecën dot në çift, po duhet hecësh anash që mos biesh në rrugë. Një tjetër masë e marrë është që ankimimi administrativ dhe gjyqësor nuk e pezullon ekzekutimin e vendimit përfundimtar të autoritetit përgjegjës të zhvillimit të territorit. Kjo është një masë shumë e rëndësishme, sepse këtu ka pasur shumë spekulime dhe shumë abuzime, siç ka pasur dhe shumë akte pranimin heshtje, një sport shumë shëmtuar i mos paraqitjes fare në gjyq të palës pushtet lokal, ose të palës një agjenci qendrore në territor. Kështu që nuk do të ketë asnjë pezullim të ekzekutivit vendimeve të autoritetit përgjegjës të zhvillimit të territorit. Një tjetër risi është rritja e rolit policisë shtetit si pjesë e bashkëpunimit institucional për kontrollin dhe monitorimin e territorit. Bashkëpunimi mes policisë shtetit dhe autoritetet kontrollit të territorit forcohet me instrumenta të ri ligjor dhe i jepet mundësia autoriteteve përgjegjëse, i jepet mundësia dhe pushtetit vendor më konkretisht që të ketë një ndërveprim të menjëhershëm ligjor me policinë e shtetit lidhur me këtë problematikë. Ndërkohë që ka parashikime të reja për mos zbatimin e fasadave sipas projekteve. Kjo është shumë e rëndësishme sepse siç mund ta dini, në Shqipëri operon grupi më i madh i arkitektëve ndërkombëtar në të njëjtin vend. Dhe janë rreth 200 arkitektë ndërkombëtar që studio arkitekturë ndërkombëtare që janë të përfshirë në projektin në Shqipëri. Dhe një pjesë jo e vogël e tyre janë emrat më të mëdhenj në botë.
Dhe tani të marrësh arkitekt të këtij kalibri, dhe kjo nuk i heq asnjë gjë të drejtës së arkitektëve lokal dhe cili do arkitekti që kur bën këtë të realizohet kjo. Jo bën këtë dhe në fund del një kub teneqe, sepse ndërtuesi bën çfarë doj me fasadën. Fasada është e drejta e çdo kujt që nuk banon në atë godin për të pasur një prezencë estetike aty ku jeton. Në radhë parë. Pastaj edhe komponentët e tjerë të fasadës që kanë të bëjnë me kursimin e energjisë, që kanë të bëjnë me të tjera aspekte. Por në radhë parë është e drejta e çdo kujt që jeton në këtë qytet ose në cilin do qytet që të ketë rreth rrotull gjëra të bukura, jo shëmtira. Kështu që nuk është një shpike e jona, por edhe për fasadën, siç thonë dhe legjislacionet të tjera, mund shkohet deri në konfiskim total. Deri sot, na i kanë bërë të vështira shumë gjëra sepse kanë përdorur njerëzit si puna e Hamasit për të mbrojtur veten. I kanë futur njerëzit pa certifikat përdorimi në shtëpia, pa mbaruar punimet, pa vende ashensorët ndonjëherë, e të tjera se i dinë shumë mirë shqiptarët që më dëgjojnë tani, dhe e kanë bërë të pamundur që të ndërmerren masat ekstreme që të bëhen se çfarë do konfiskosh aty. Si do ta konfiskosh kur njerëzit janë brenda? Si do ta bllokosh mëtej e tjerë. Ndërkohë që ndryshimi thelbësor që bëjmë me këto ndërhyrje që nuk ka më uje, nuk ka më drita pa marrë certifikat e përdorimit dhe nuk ka më 100 darkë të paguar nga njerëzit për të blerë shtëpi që mos përkthehet në pronë me hipotekë. Dhe nuk ka më që tjetër leje merr e tjetër leje zbaton. Kështu që deri për fasadën dhe janë përcaktuara si e qysh, do shkohet deri në konfiskim.